Posesive. Kush? Egli. Posesive me 5 yje. Me 5 yje. E frikshme. Kjo është ajo nga Përmeti? Po, Tako. Është mbesa e një dëshmore të famshme, Aglaia Tako. Edhe rrezik emrin e saj do ketë, për ka konvertuar në Egli. Gjesi është një djalë, siç ka dhe pseudonimin, që i flet më tepër gjuhë e trupit. Si ka gjatë emrin? Ndoshta Aglaia do ta ketë. Jo, Gjesi. Ka Gjesi kaq? Po, kaq. Nga Kosovë. Bile ne përdorim Gjesti. E pse ky është ajo ai slengut? Po, Gjest me gjë. Është ideja për gjest, gjest. Kjo është se është djalë që i flet gjuha e trupit më tepër se dhe mirë bën se nuk është në një djalë i zgjuar. Ky nuk është biond natyral, Jo, ja. Këtu është natyral. Thash pra e kopjon çik si shumë Luizin, por që edhe i shkon. Ndryshe nga një kopjas tjetër. Jo, më ngjati si ai Teo Hernandez, ai mbrojtësi Majti Milan, francezi. Shumë larg shkove. Qëndron. E bukur edhe ky krasimi. E di që do ta përdorësh, e di. Do t'i bësh foto të dy. Po, la bëj copyright kanë çfarë. Laerti me gjithë mëkatet e tij tregoi që ishte më i zgjuar i natës. Se çfarë mëkate ka? Po, ke parasysh këto shtirje si nacionalist, herë si minoritar, herë si komunikimi, herë abuzues, herë i abuzuar. Këto ngjarje që tregojnë. Kjo më ka kapveshje mua. Kur ishte fëmijë kanë abuzuar. Ajo është e saktë? Përveç me jetë, gjithë banorët janë përdhunuar, janë abuzuar. E ke parasysh, sidomos këta që bëjnë histori jete. Nuk e di, po të shesësh veten kaq lirë për atë 100.000 euroshin e famshëm, nuk e di, domethënë, sepse ti duke treguar të gjitha, ti s'ke çfarë tregon më kur dalësh nesër dhe kur të kesh një kontratë. Ti dyshon atë që ky ka thënë? Patjetër. Jo, fakti është duhet ti ke jetuar në Perëndim apo jo? Po. Policia dhe prokuroria duhet ishin Po pra këtë thashëm jo, thash vetëm. Hajde këtu ti zotëri. Po pra, kush është ky person? Patjetër. Edhe sepse këto vepra penale të kalojnë lëvizja në Amerikë Me Too ishte u hapën arkivat e 40 viteve të fundit. Por Rozana, tani Rozana është pinjolle dhe një familje këngëtare, tekst shkruese, prezantuese, gazetare, aktore. Jo, gazetare këtu frenon tani, triq, ku është gazetare Rozana? Gotë Rose ka pas programin e vet. Se po patë një program gazetar? Po pyetej çfarë thot ajo? A kupton? Tani. Ajo të merrte telefon thot hajde do ftoje, do bëj kështu. Jo, moderator, okay, edhe gazetare, se këto i bëjnë vetë dhe skenarin edhe, më kupton. Ky është gazetare pse bën një emision, ble. Dgjoj, e ke vënë re këtë tendencën në Shqipëri që qofse ti blen Range Rover, shikoni që gjithë pallati jot pastaj ka bler Range Rover. Qofse ti blen shtëpinë në Dhërmi, te Samiri të gjithë. Qofse ti mban Ramazan, e mban çfarë bë të gjithë. Takoja goca në Top Channel. Mos u e llafe turpe se me Ramazan. Po ti je me silikon në trup, mi goce. Ti je me mëkatin. Po, pra. Dhe pastaj thash edhe TV4. Të dielën u falën në sheshin Skënderbej, të njëjtë njerëz të marrë vajtën te kisha Elaçi, a kupton? Identiteti fetar zero. Mirë, është ajo tendenca pagane, bledi ti e di, që në malet të morrit paganizmi. Paganizmi shkon këtij vendi, pra ka lezet. Ajo është baza, sepse ai që unë kam një nga pararësit e mi, Dervish Ilias Qafoku, e di këtë. Dhe ai nga pagane 1905 e ktheu në rit Bektashi. Kjo është historia. Nga pagan u bëm të krishterë. Nga të krishterë u bëm musliman sunit. Nga musliman sunit u bëm urdhri Bektashi. Erdhi imonizmi, u bën vendi para ateist në botë. I prishëm kisha xhamia. Mbas 90-s e ke parasysh kishat e para u bën gjithë të krishterë. Haleluja, evangelist, protestant. Pastaj filluan me muslimanizmin dhe mos harrojmë ti ke veç identiteti fetar por edhe emërtor. Ti ke në shtëpi për shembull gjyshi ka emrin Mahmud, gjyshja e ka emrin Xhevaire, djali e ka Ilir, vajza e ka Kristina, nipi e ka Ronaldo, mbesa e ka domthon shkon një familje. Kush fiton nga? Unë jam për Eglin. Më fal për Gjestin, më fal. Ndaj mirë tani. Gjesti do të fitoj. Jo Rozana, jo Laerti, Jo, Gjesti. Besoj në finale. Po thua me që është nga Kosova? Jo, po më ka pëlqyer. E bashkove këtu Shqipëri. Jo, nuk e di pyet gazetaren, por sistematik kam qenë pro Gjestit.
Edhe jam I sigurt që në finale ka qenë Bledi gjithmonë kështu, ma shkroj këtu. Ta tregoj. Gjesi dhe Rozana besoj dalin në finale, por Gjesi me që jemi te kjo pjesa, Bledi, ti je për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, e Kosovës me Shqipërinë, sa ishte një pjesë e trupit që na e kanë shkëputur. Kjo është historia. Deri para ardhjes së Trumpit nuk isha, por tani po mbushe mendje që jam. Që të bashkohet. Patjetër, geopolitika ti e di tani si ka ndryshuar. Brenda natës del Trumpi, firmos në një dekret si ai I dusheve. Emri Gjesit është Besart Kelmendi. Okej, Besart. Dhe nga regjia, gazetarët falenderoj, po Bledi Mane e ka mbështetur. Po, nuk të gënjeva, sinqerisht. Po jo, s'ke të gënjesh, si do gënjesh? Besoj geopolitika po ndryshon, raportet ndërkombëtare diplomacisë po ndryshojnë me shpejtësi. Kështu që erdhi koha që kombet e vogla mos merren më në konsiderat dhe them se një bashkim me Kosovën do ta ndihmonte edhe Shqipërinë dhe Kosovën, por veçanërisht media dhe arsimi duhet fillojnë të përgatisin terrenin. Për të ndërsuar. Po, sepse ja shikoj një shpull edhe filluan Tani, për çfarë. këtu dorëzohem. Kjo është ishe dashura e Gjesit e Big Brother Kosova, Gjeneta. Atje në Kosovë? Po. Këtu dorëzohem unë, se gazetare këtu më ka vënë para mua. Ka ardhur, është komplet e bërë. Çdo më thënë komplet e bërë? Nuk ka qenë kështu. Before dhe after, e ke parasysh përpara dhe pas. Unë këtu jam kështu, unë jam këtu në Konardamit unë. Vajza qëndron në Tiranë, ka një kontratë provizore me Top Qen dhe shive si e kemi bërë, e kemi ftilluar. Juve? Shqipëria. Shqipëria. Unë ja Tirana, ja mori Prishtinës, kështu që kot na shajna, dhe ne I bëjmë njerëzit e bukur edhe të famshëm. Cila është fjala që të ka pëlqyer më shumë në slengun kosovar? Se kanë disa Dhe kur thonë atë për ndryshe, për shembull, po për ndryshe. Unë kam njohur ca kosovar në Londër dhe kam mësuar për tyre fjalën pa lidhje. Pa lidhje. Pa lidhje. Dhe që atëherë unë kam tani edhe në Shqipëri. Ose dhe ajo tung, nga ata e ke. Tung, e bukur, shumë e bukur. Po. Ajo është tamam. Dhe kemi futur ne në fjalorin tonë, Po. Ata kanë futur në një fjalor tonin? Nga një fjalë tonë? Ata morën kulturën e kafenet. Prishtina ishte çajtore e madhe, ishte si një Istanbul I vogël. Tani ata janë në pjesë me kafe. Po, është kultura e kafes. Po ja, edhe Top Channel ka një merit jashtëzakonshëm për të vërtetë. Po të gjithë morë edhe ti. Topi që bëri revolucionin tani. Po mirë, Topi ka pasur njerëzit e vet, domethënë është puna individuale e grupuar dhe po që them se ata kuptojnë që Shqipëria është jo vetëm vendi po është jo vetëm vendi që ka dete, por është edhe jastik. E kam pyetur Albin Kurtin, ora I flamuri me që ai ngjan domethënë si Dardanis apo Jo, flamuri zyrtar I Kosovës. Të frymëzon, e kam pyetur Albin Kurtin në intervistë. Ti Bledi kur e shikon atë se ata u vranë për flamurin kuqezi. Është një tador që ka bërë flamurin e Bosnjës edhe me enklava me I njëjta dorë? Po, e njëjta edhe gati të njëjta ngjyra edhe ajo bluja që s'ka lidhje. E sforcuar, e ke parasysh. Kuqezi, ai flamuri kuqezi është me vërtet flamuri më I mirë në botë. Por vetëm duhet të kthehemi te Shqiponja e Skënderbeut, se kjo është Shqiponjë bolshevike, kjo që kemi për momentin. A ti thot për formën? Po ta shikosh Shqiponja e tanishme është çik lebetice.